Pas fitores me rivalin direkt në Superligën shqiptare, Vllaznia e basketbollit për meshkuj ka korrur një tjetër sukses, këtë radhë duke mundur ekipin e njohur kosovar Golden Eagle Ylli të Suharekës, me rezultatin 79-70. Ndeshja e luajtur mbrëmjen e së mërkurës në Pallatin e Sporteve Qazim Dorvishi ka nisur më mirë për ekipin kosovar, i cili ka fituar periudhën e parë 16 me 23. Vllaznia, e drejtuar nga tekniku Eni Lazani, kundërpërgjigjet në të dytën duke e fituar atë 21-11 dhe shkon në domat e zhveshjes për pushimin mes dy pjesëve me avantazhin 37-34. Momentet më të mira të Vllaznisë ishin në periudhën e tretë, të cilën e fiton 21-16, periudhë gjatë së cilës avantazhi i kuqebluve shkon deri në plus 12 pikë. 10 minutat e fundit, periudha e katërt dhe e fundit e krejt ndeshjes, karakterizohen nga një rivalitet shumë i madh. Pati momente kur skuadra kosovare e ngushtoi diferencën deri në 2 pikë, por në 2-3 minutat e fundit kuqeblut shpërthejnë me disa sulme të suksesshme radhazi, duke mbyllur ndeshjen me fitore 79-70. Kjo është fitoria e dytë radhazi e Vllaznisë në Ligën Unike, pas asaj të arritur në transfert ndaj një tjetër skuadre me emër Sipeja, çka tregon se Vllaznia tashmë shfaqet prevendente në dy fronte, Superligën shqiptare dhe Ligën Unike Shqipëri-Kosovë. Skuadra jonë në çdo ndeshje, si hupi, si fitoj, ne do hymë me dhanë maksimumin tonë, pavarësisht kundërshtarit. Duhet përgëzoj sot ekipin e Yllit, sepse kanë bërë një lojë të jashtëzakonshme, shumë të fortë. Na kanë vënë vështirësi gjatë gjithë lojës. Mendoj që djemt tonë e doshin fitoren shumë fort sot dhe kanë luftuar në mënyrë të jashtëzakonshme për çdo top të diskutueshëm, kanë luftuar në mënyrë të jashtëzakonshme për çdo sulm dhe për çdo mbrojtje. Dhe sot jam shumë krenar që kam fatin me kanë trajner i këtyre djemve. Ne do vazhdojmë me ul kokën fort dhe me punu dhe më marr me veten tonë, jo me kundërshtarin. Një paraqitje të dobët nga ana jonë, që nga fillimi i lojës nuk ishim në elementin e duhur dhe mendoj që Vllaznia me mjaft merit fitoi.